Një aksident I rënd është shënuar mëngjesin e kësaj të hëne në Alikok, ku si pasojë janë përplasur 2 mjete. Ngjarja u regjistruar rreth orës 8:30 të mëngjesit. Si pasojë e përplasjes, ka mbetur e plagosur një vajzë 28 vjeçe. E lënduara është transportuar me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po merr trajtimin e nevojshëm. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilat po punojnë për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Vajza ka patur fraktura në kokë, ndërsa drejtuesi I mjetit tjetër paraprakisht mësohet se është dëmtuar në kraharor. Edhe policia e Vlorës doli me një njoftim zyrtar në lidhje me këtë ngjarje, teksa shkruhet: rreth orës 8:30 në vendin e quajtur Alikok janë përplasur me njëra tjetrën automjetet me drejtues shtetasit AK 40 vjeç dhe KQ 28 vjeçe. Si pasojë është dëmtuar shtetësia KQ, e cila po merr mjekim në spital. Drejtuesi I automjetit tjetër, shtetësia AK 40 vjeç, u shoqërua në komisariat për kryerjen e veprimeve procedurale. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.